Jo, tash më ndohet je ratu. I ratu jem konë gjatë pasha zotin. A është të vërtet që Po, pasha zotin, rano pa e di, po, pasha zotin. të dashurën, Anën, e ki taku në prezencë të babait të saj. Anën, po takimi jo një parë ka qenë do me thonë në Amerikë me një koncert temin, unë e kumë knut të premtën në New Jersey, edhe të shtunën në Kenerikë, i thënë këta shqiptarët ata që jetojnë në Amerikë, Kenerikë. Edhe ajo konë që i ka thonë, hajde se shumë mirë kumë kalu të premtën që shtu një djali Prishtinës, ata e në Tulqinit me prejardhje, edhe jetojnë motin në Amerikë. Edhe e ka pas me dalë me shoqe që atë natë ka thonë, jo mëre, kush është e jasë nuk për një, dhe më thonë, ka qenë out prej, me kështu me estrade, me këto sene. Edhe i ka thonë, mos ma prish, ka arë me nënë vetë dhe me komplet familje e madhe, ku një rezervim e kam botë madhe aty. Edhe që aty, më ka qitë një story, më ka botë tagë, që shtu kina fillu më shkujt. Edhe, po, është e vërtet që ka qenë me prendat. Ona është Tulqinake, një qikë shumë e mirë, e rritu në Amerikë. Edhe qështu që. Po, Robert Ulqinake po. Nga mu 13 vjeqare, ti kjo shku vazhdimisht në qenë. Në qenë, po. Po, as mujtë e hiqë më nda, ta është edhe grune ardhshme prej Ulqinit. Se që kjo grua në ardhshme ka diçka në basë kësaj fjale. Po qka po presh me nga të regu Roberti vetë? Këqëre, me në zollë Tulqinit nuk ka. Edhe me kërë Gjermonit. Jena rritë në qenë. Edhe tash fati ka dash me kona ja për Ulqinit. Ulqinakët janë të bukra. Këto që rritën në ndete, apo këpëtan. Nëse rritë në ndete të dikun. E jo, në malë. Që në malë edhe në malë, të që rritën të malë. Që është të arjonë? Po, kemi dëgju që... Qas për nishit dhe jo? Jo, nuk kemi dëgju, e di sakt, që je duke renovu një banesë. Cilat janë planët për atë banesë? Se atë fytjen ma na shkallove pak Cilën? fjallën gruaja e ardhshme. Po si dijet bre, do me thonë që si planin nuk kam për momentin, po si dijet. Na jemi bashkë, gati 2 vite po na bohën, e ku mbo thash vetë publike, s'ka nevoj kur kush me mi bo mu, i boj vetë. Edhe une që një 6-7 vjetë jam kështu, nësë me thonë rrugëve, po tu ndruve në banime, do me thonë, tu më s'koni knaqën me banesa, e tash jam ra me një penthouse shumë të mirë, i kemi pasë edhe sponsora në emisionin Robi Plakët ku dërnë vetë, edhe kemi bo një marrëveshje shumë të mirë edhe ma kanë nda një penthouse shumë bukur, kështu që jam të punu ko gjatë aty, po du me bo një vend se e meritaj, se që 13 vjetë që punoj edhe e meritaj me pas një vend të mirë, një banes të mirë, edhe qështu. Edhe me dikon me një nuse të mirë. Kjusë met për zotit se vetë nuk kërnohet, shtu më të ka dhe. Kam do shok shtu, e të tash beqar një thonë, e të ndama një kne, edhe tash zbo mufto për martesës. Normal. Po e presme dhe ushqimin, me sjellon.